GKK ka kaluar për gjykim dosjet me 32 të pandehur, të cilët akuzohen për trafik emigrantësh, falsifikim dokumentësh dhe grup kriminal. Bëhet fjalë për shtetasit Njazi Ademaj, Ylli Ibrahimaj, Rezart Domi, Osman Luca, Artur Mici, Arsen Caka, Jurgen Gashi, Emilian Marashi, Robert Gjika, Roland Islamaj, Gjelal Krasniqi, Fitim Rama, Gridi Elezi, Maksim Doni, Dritan Cena, Redi Salaj, Behar Nuhiallari, Murat Gjukniku, Bardhyl Imeri, Bajram Gjaja, Besnik Lumaj, Altin Neli, Fatsumir Stankova, Arben Rushiti, Leonardo Lama, Gjelil Ala, Perlat Canaj dhe Amarildo Luca. Sipas SPAK, këta persona akuzohen se gjatë viteve 2022-2024 kanë mundësuar kalimin e paligjshëm të shtetasve shqiptar në rrugë toksore, ajrore dhe detare drejt Mbretërisë së Bashkuar, SBA-s dhe Kanadas, pasi siguronin dokumenta të falsifikuara. Antarët e grupeve gjenin ndërmjetësit për të dërguar shqiptarët drejt këtyre vendeve kundrejt një pagese të caktuar. Transportimin e dokumentave dhe personave e kryenin përmes agjensive Domi Travel dhe Boris Travel, të cilët bashkëpunonin me njëri tjetrin. Në Tiranë prodhoheshin dokumentat e falsifikuara të vendeve të Bashkimit Evropian. Në ambientin e përshtatur për prodhimin e këtyre dokumentave false, u gjetën dhe u sekuestruan 37 vula të ndryshme të institucioneve private dhe shtetërore, përmes së cilave mundësohej falsifikimi i dokumentave dhe për aplikimin e vizave. U sekuestruan gjithashtu 25.000 euro, 20.000 pound, sende me vlerë, kompjutera dhe printera që shërbenin për shitje dhe prodhim dhe transfertet e monedave virtuale. Ndaj të pandehurve rëndojnë akuzat ndihmë për kalim të paligjshëm të kufive, falsifikim dokumentash, grup i strukturuar kriminal, kryerje e veprave penale nga organizata kriminale, kultivim narkotikësh, prodhim dhe shitje narkotikësh, si dhe shpërdorim detyre.